Departamenti i Historisë dhe i Gjeografisë në Universitetin Fanoli në Korçë ka organizuar workshopin Vendbanimet e Korçës në kuadër të projektit Studimi qendrave të banuara në Bashkinë e Korçës, Njësia Administrative Korçë, Qendër Bulgarec, Drenov dhe Mollaj. Në këtë studim është synuar të paraqitet një situatë reale e zhvillimeve demografike, si dhe atyre social-ekonomike të lidhura me kushtet natyrore në të cilat gjenden këto vendbanime. Drejtuesja e projektit tregon se problematikat kryesore të këtyre 4 njësive administrative janë mungesa e tokave, si dhe përgjysmimi i popullatës. Kryesisht ato kanë problematika që lidhen me mungesën e tokave, të cilat kërkojnë menaxhim më të mirë nga ana institucionale dhe nga ana e pronarëve dhe banorëve vendas, por njëkohësisht edhe me mungesën e zhvillimit të bujqësisë dhe blegtorisë. Ajo që e pengon më shumë është largimi masivi i popullsisë, kryesisht drejt ultësirës perëndimore, por edhe përtej kufive shqiptar. Dhe kjo e bën edhe më problematike situatën, që do të thotë shpeshherë na ka rezultuar që numri i popullsisë banuese gjatë gjithë periudhës së vitit është pothuajse e përgjysmuar krahasuar me popullsinë që është regjistruar në zyrat e gjendjes civile. Ka referuar në këtë workshop edhe profesor Skënder Aliu, i cili duke përmendur të gjitha monumentet dhe sitet arkeologjike që gjenden në rajonin e Korçës, bëri thirrje për mbrojtjen, por edhe promovimin e tyre. Duhen mbrojtur monumentet. Pra, bisedat kësaj natyre, po edhe në televizion, edhe në shtyp, edhe kudo, duhet të reklamohen këto, sepse lidhen me ata që u thash, me identitetin, edhe me kohën për cilën flasim. Në këtë takim për të gjithë studentët dhe pedagogët e pranishëm janë prezantuar të gjitha gjetjet e studimit lidhur me zonën e Korçës, Bulgarecit, Drenovës dhe njësisë Mollaj.